Ja gjendo ti? O, i shkreti. Sa erdhi nga kurbeti? Vërtet? Kë dy gjëra do njetë, nuse dhe internet. Të shkarkoj super sim. Hatrim, Me internetin që ta rehat. Super sim i dha 3 giga dhurat. qa thua? Tani vetëm nuse dua. Hajde me mua. Si e do? Shëno, ti jetë mis. Po, Na bëj punë të shpis? që thua? Të doj mami më shumë se mua. Si the? Të qoj pak vin e të bëj kafe. Ua, Edhe diçka, nuse në duhet pa prekur. të pa prekur nga fruthi? Të mos e ketë prekur as një mashkull me dorë. Po kur ka lindur do e ketë prekur në i doktor? Moj kupton ti? E dua nusen me qese në kuti. Pa makjash, pa tatuash. Me 0 kilometrazh. Shko jeje. Ik! Po shkoj ta porostis në fabrik. A i kushlo me vese e do nusen qese. Si? Jam lilt Francës tani. Po qdo ndej? Fabrik nusesh pas po gjej. Muj qaflet, se mos umbet. Jo, se shkarkova super sim dhe kam internet. Njoftim! Kërkoj nuste për shunin tim. Je gabim. Për qa? Me kilometrazh 0 prodhon makina, jo gra. Vërtet? Djalin e kam të vogël. 37 për 40. Ku je tani? Erdha në Shqipëri. Shqyr kisha super sim e vete se ka internet në 100 shtete. Forca vajza! Aplikoni. Dhe fitoni një burtë gjatë me mamin dhurat. Erdhe ti! Zgjeta gjëja kushuri. Po tani. Se ti? Radera Zilas. Si e? Well, bene mirë. Buri beqara është akoma i lirë? Po! Hajde urdhro. Kusha ne kam të bukur. Edhe trim. Kam edhe super sim. Më vjen mirë. Si o duket nusja? Kuku. Jo fare! Shiko, nuk të dua për vete, po për vjerën beqare. Ua? Qa thua? Sërta që vjetër, merre për grua. Qysh? Fëmijët e kësaj do të trasin gjysh. Të dukem gomarë? E pëndro kriteret se do ngelesh beqar. Oj. Qa të bëjnë tani? Hap super sim dhe nxirr njoftim të ri. Si? Çroti. Oj, më ngeni vjerën në shtëpi. Ose më the lekët, ose do t'hedh në pishin. Zgjidh. Pishinën. Si? Jemi rregull tani. Jo, Pse? se akoma nuk jemi larë bashkë. E po hajde larg. Mojnë bushti. Po, ja si e kam mbushur kputucën plot. O, sot dil jashtë. Gota, çfarë bëni? Po lajm borxhet, keni ndonjë shampo? Te White Hill Hotel kemi gjithçka. Po ju çfarë keni që zjeni? Po ja, unë po pushoja të super suita këtu te White Hill Hotel me 5 yje, edhe... Alo? Kushurire, jam keq për dreq, kam stres dhe duhet ta heq. Po si? Me lek borxh nga ti. Dhe ja dhash. Për çfarë? Kisha një hall me qefin. Si? Kisha qefin pa qef. Dhe di çfarë ndodhi? Ha. Restorant mare që nga me det nga pamja. Ky spicy kalamar që nga i papar. Ti po drekon këtu? Po, se restorant mare është i përshtatshëm për gjithë. Po, për s'të vjen turp që ha me lekët e mia. Po ty s'vjen turp që më kujton bukën? Pa ç'buk moj ti po ha kalamar. Po ishi shishëm dhe si shi shtrenjt. Do qik? Ja, kaq. Jo, se bërë edhe sauna me lekët e mia. Vetëmi dhe. Qepe! Po në dhëm kripe, pse hyre? Nga që jam vete e ëmbël. Të pash dhe në spa. Bërë masazh qetësues për trupin dhe mendjen. Po gjysëm çmimi pagova. Pse? Nga që s'kam mend qetësova vetëm trupin. Kurse mua më lodhe trurin. Dëshiron ta qetësosh? Po. Hajde se ta paguaj unë masazhin me lekët e tua. Urdhëroni. Të lumshin duart. O, sa qef. Ekzistojnë fantazmat? Ja si thua ti. Mua po më ndjek një. Mirë, ndiqe dhe ti. Si? Oj, Po boll me këto tani. o mos. Çaka? Fantazma po hakos. Jo po dhall. Mos u tallë se s'mgjen më gjallë. Ha. Uama, Çaka? lazina më pa. Po tani, hajde shpesë ka një të vëllë. Sot jeni ta gjithë. Nxitore. Më thuaj ku je? Në Trashovic të dapa i rezident. Ajo vila s'ka konkurrencë. Po ç'ne aty? Me që të pëlqen ty e porosita për ne dy. Po më bën surprizë? Po, por jam në krizë. Mendon se jam fantazëm. Moj hajt puno me kazëm. O, me kazën puno vet. Unë do bej një dorë jetë. Ti qenë ke kushurir? Më falë se bera mirë. Si erdhe te dapa i rezident? Me ty të fshen Benz. Ku moj ti? Në bagazh, te thesi me shashi. Ui, jes pronto si? Makinën më more ti? E, Po unë me qa do vi? harrova se mendova. Bo. Provoj një fluturo. Si, moj si? E di qketi, më mirë shpi se unë do ja kaloj mirë fantazmin e kam kushurir. Lazine të dua, po me raksesh me mua. E, moj kushurir, e shikon sa mirë? Je për kokën ti me këtyre i them pushime. Sa mirë që erdhëm këtu, më pëlqen kanali me ujë blu. O, lazin, i thëm pishin. Do pa i rezidencë pas ka shumë prezencë. Mua më pëlqen shumë, ka detin afër, mal dhe lum.
jeta si bos? Hajde i fusim dhe i kos. Se kam burrin këtu të na pjekim mishte furra me dru. Lazine, do flem bashkë në një krevat? Ka dhoma plot mund flem rehat. Vërtet? Për çdo dhomë ka tualet. Kjo vin me o gjak, qëra me ka hak. E mirë, kur do herë për dimër e verë. Ambulanca po vdesim Ksamil. Nga se? Nga uria. Po a more pul me djath? Mora, po pula ka ngrën djathin dhe është arratisur. Ti gjallë more pulën ti moj? Vin të keq ta vrisja. Oh, hajde me mua. Kum solle këtu? Në Ksamil te pita papu. Qefi ma ka, po nuk do ha. Pse? Se në Ksamil një sanduiç bën sa një vit. Te pita papu hahet mirë dhe lirë. Ashtu? Shi një menu. Qen ka super këtu. Djali, Çfarë urdhëroni? Mund të urdhroj qa dua? Po. Shko më gjej qik pulën. Si? bën shaka. Jo, Pusho, mos na trupro. më fal. Për të ngrënë çdo. Dua një Zeus, Po. një Hercules chicken, Po. një kupit burger, Aha. një Akropoli, Po. ose e di ç'keti, bëj një antikitet grek me të gjitha se jam e uritur. Si? Jo, na bën herë këto. Po. Po zot. Më fal, s'flas në kot. Sa të mrekushishme. Do i dërgoj vllajt një ta provoj dhe ai. Si do ja dërgosh? Me fotografi. A janë Terezi? Po si? Me delivery. Delivery është gjë që hahet? E ha. Tani që jam e ngopur kam një pyetje të thellë. Ha. Thellë ndetrin peshqit? Po. Po që nuk mbyten ata? E ha. Hi, Rrofsh kam ngran. do you speak English? Yes, I do. Nice to meet you. Yes. I'm Laura from Sweden. Qa thot? Që është nga Suedia. E kujt janë Suediti? What? Yes. I can't understand. Yes. Bo. My phone is turned off. May I use your phone to order from Pita Papu? Yes. Oh, thank you very much. Thank you very qen. Dhe të fala nga shtëpia kur shkosh te Suedia. Eha. Po qa ka? Ka uri si ç'ke dhe ti e të kërkoj telefonin për të bërë porosi. Te Pita Papu? Po. Hajde moj këtu. Na! Ishte shaka! Mje patentën o maskara. Është vështirë o shpirti im, se ke ngelur në provim. E si ta marr provimin? Në krevat? Nga skrevatin? Jo! Po si? Të flesh me mua tani. Po unë s'dua gjumë. Gotë se po e deshe patentën duhet qikosh Stambollin. Po unë se ti rrugën për Stambol. Të qoj unë. Ta marrë dhe burrin që ta bëjmë udhtim të qift. Mo i kupton ti? Po si i shkove në shtëpi? Mendova se ishte zyrë o njeri. Pse? Se ishim provim ne edhe ai tha. Ngele, patent s'ka. Po unë kam dëgjuar që po të fus në zarf një kafe të mirë, provimi s'ishte i vështirë. Kështu po. Që është kjo, mojti? Kafja më e mirë në Shqipëri. Si the? Ekstra latte kafe. Këta e di, po e deshe patentën hajde me mua tani. Dhe ti i shkove në shtëpi? Mos mbërtit o surrat patate. Po ç'a të bëj? Pi një ekstra latte. Mirë, mos qaj. Si vazhdoj pastaj? Pse më afrohesh o njeri? Për qik dashuri. Po unë jam e fejurtuar. S'ka problem se s'jam gjelos. Ikër e rakaqës. Të dashur miq, faleminderit që më ndoqët. Shihemi në videon time të radhës në kanalin tim të YouTube-s, ku mund të mbani subscribe. Miru takofshim pafshim. Mua.